Nga rajoni ynë. Commissioner Komisionere Kos e dashur Marta, colleagues and friends kolegë dhe miq coming from që vini Brussels and nga the Brukseli neighborly countries. dhe vendet fëqinje. Welcome back to Tirana, Mirë se u kthyet në Tiranë, the city where faith qyteti in ku Europe besimi runs so tek high Europa that even është kaq i an old madh EU sa që veteran edhe një veteran i vjetër i BE si Eurobarometer Eurobarometri can't help blushing nuk like a mund të bëj teenager in dot love. post të skuqet si një I'm delighted to see adoleshent në dashuri. this summit open Jam i kënaqur ta shoh që ky summit çelet me that një qartësi I was very satisfied to feel të cilën jam shumë i kënaqur in the arrival of everyone që e ndjeva and në during the mbërritjen working dinner e yesterday. gjithkujt dhe gjatë darkës së The punës Western dje. Balkans have chosen Ballkani to move Perëndimor ka forward zgjedhur të together ecë përpara së bashku with the growth plan me planin e as our rritjes shared si udhërhyesin ton të a bashkëndar. roadmap not to Brussels Një but udhërhyes jo to the drejt freedoms Brukselit, and por opportunities drejt of the lirive European dhe single mundësive market, të where tregut our të citizens përbashkët belong europian, by history, të cilët qytetarët tan geography, i përkasin prej and historisë, gjeografisë better e late than fatit. ever, one could say, Më mirë vonë se kur mund especially thot dikush, after all those sidomos occasions pas gjitha where atyre when the shanseve, trains of regional kur cooperation departing trenat from e the bashkëpunimit state on the rajonal platform, u nisën dhe ne wrestling with mbetëm all në disputes platform, instead of simply duke buying a luftuar ticket me to the mosmarrëveshje të vjetra në But let vend me që të put it blinim një bilet differently, drejt së ardhmes. Po mblini ta them paraphrasing Jean ndryshe Monnet duke in a way that perifrazuar fits Jean Monnet perfectly with the në spirit një mënyrë of që i our përshtatet growth plan. përsosmërisht frymës së Europe planit is tonë not të built rritjes. by Europa waiting for it. nuk është Europe ndërtuar is duke built by ndëruar në doing. pritje. And we Europa are here është ndërtuar not duke to postpone vepruar the dhe nuk day's jemi këtu work and wait for another sot time, për but të to shtyr build punën together sot e për të what is pritur ours to kohë build tjetër për të today. ndërtojmë së bashku atë çfarë na takon të Declarations ndërtojmë and sot. statements matter only when they Deklaratat e touch real pohimet life. kanë They vlerë matter vetëm only kur if prekin they jetët break the reale, distance between policy vlejnë language kur and daily shkurtojnë life. distancën midis People gjuhës politike don't dhe feel jetës përditshme. integration. Njerëzit nuk e ndjejnë integrimin. They feel Ata lower ndjejnë cost, easier kostot, travel, faster borders, më të better ulura, jobs, një udhtim freedom më të lehtë, of kufi më movement. të shpejt, So punë më të today, mira, let lirinë e me lëvizjes. list Kështu që some sot concrete facts. më lejoni që të rendis They disa look fakte like konkrete, 7 doors duken opening between the Western Balkans si and Europe. 7 dyer Roaming charges për të between çelur midis Ballkanit Perëndimor dhe Europës. and EU Tarifat land roaming in midis Ballkanit 2026. Perëndimor Our dhe citizens BE-s do will të feel përfundojnë në the next 2026-ën. breakthrough directly in their Qytetarët pockets. tanë do ta ndjejnë efektin We e ardhshëm removed drejt për drejt në xhepat e WB6 tyre. internal roaming, Ne we kemi reduced hequr tarifën e tariffs. brendshme Now with the roaming Commission në 6-ën e finalizing Ballkanit the Perëndimor dhe legal kemi basis, ulur tarifat, roam ndërkohë like që at home tashmë between the Western me Balkans finalizimin e bazës and the ligjore EU. nga Komisioni, The end of different Roam roaming system. like at home Negotiations është begin early programi 2026. midis Albania Ballkanit will Perëndimor complete dhe full BE-s alignment që by do të April jap fund sistemi 2026 ndryshim and we tarifave. are ready. Bizedimet This nisin will be fillim our të next 2026-s, step Shqipëria do të after përfundoj SEPA, which already cut harmonizimin transaction e costs plot takive deri në by prill 5 to 2026 jemi 10 gati. times and Do të made jetë sukses i money move njëhershëm as pas fast SEPA-s as the Balkans që ka shkurtuar tashmë kostot me 5 deri në 10 herë dhe Roaming ka bërë isn't parat lëvizjen më about shpejt se sa një phone thashë them bills. ballkanik. It's about removing Roaming nuk ka one të more bëjë artificial me border tarifat between our people and fatura Europe. telefonike, por Digital ka të bëjë me identity, heqjen e një kufiri tjetër our quiet artificial revolution. midis qytetarëve Soon, tanë dhe digital Europës. identity in the Western Identiteti Balkans will digjital, mirror the revolucioni European ynë The i commitment we renewed in heshtur. Skopje, Së shpejti identiteti interoperable digjital digital në Ballkanin Perëndimor do të not a pasqyrojë pet modelin project. evropian. It is our Angazhimi që entry përtërim në into Shkup, që janë borderless portofole digital digitale Europe. ndërvepruese, I must nuk janë një projekt tell you teknologjik, with pride janë that bilet Albania hyrëse në digital një identity is Europë ready and digitale pa kufi. Jam starting krenar t'ju from them që the new identiteti year digjital në Shqipëri është gati will dhe duke spread nisur nga viti and i will ri become do të përhapet dhe do të part bëhet of pjesë our life. e jetës sonë. One identity, Një one identitet, access, një one akses, digital life një crossing jetë the region digitale and increasingly në across mbar the EU. rajonin e gjithmonë më And tepër when në the mbar EU BE-n. will start with Dhe its kur BE-ja të 2027, nis me të we'll në be there 2027-ën, waiting for ne the do të jemi në pritje
aty Three border përbëhen. crossing points from bottlenecks to engines. We all know Tre, the Balkan border experience. pikalimet kufitare Sometimes nga smooth, pengesa sometimes në slippery, sometimes motor zhvillimi. I dim kufirin ballkanik ndonjëherë lëviz, ndonjëherë flën, ndonjëherë mediton, por duhet marrim fund të ditë. Kemi rënë dakord me BE-t për 16 përparësi përmirësimi për pikat kufitare, përfshi 11 pikalime kufitare midis BE-s, Ballkanit Perëndimor dhe 5 pikalime të CEFTA-s. Sot është dita që me marrëveshjen e kontributit midis Komisionit Evropian e Bankës Botërore, që është nënshkruar, do t'i hapet rrugë financimit dhe ekspertizës. Kjo nënkupton radhë më të shkurtra, kamion më të shpejt, kosto më të ulta logjistike, konkurrueshmëri më e lartë. Një kamion i vonuar është PBB e vonuar. Një kamion që lëviz shpejt është një ekonomi që lëviz shpejt, është shumë e thjeshtë. Wi-Fi për Western Balkans, pra është infrastruktura digjitale e Europës që është në 7 cep. Programi i lidhjes Wi-Fi për Ballkanin Perëndimor nuk është më premtim, por është realizuar. 394 bashki janë përzgjedhur, 61 në Shqipëri, 114 në Bosnjë Hercegovinë, 33 në Kosovë, 24 në Malin e Zi, 63 në Maqedoninë e Veriut dhe 99 në Serbi. Rrjetet e para fillojnë të aktivizohen prej këtij viti. Nga sheshet e fshatrave, në qendrat e qyteteve, nga shkollat, në qendrat turistike, qytetarët tanë do ta ndjejnë Europën çdo herë që lidhen telefonat e tyre. Kështu duket integrimi, kur e shikon të dukshme në jetën e përditshme të një gjysheje në Kukës, a një studenti në Prishtinë apo një familje tjetër diku qetë në rajon. 5. Agenda e reformave, 618 hapa drejt Europës. MTI. Rajoni nuk ka provuar asnjë reforma në këtë shkallë, kur 618 reforma, hapa reforma është miratuar në kuadër të planit të rritjes 414 milion euro tashmë të levruara, 251 reforma të tjera në vazhdim me sipër të 88% të gjitha hapave që janë zbatuar në mënyrë aktive. Këto reforma prekin financat publike, sundimin e ligjit, qeverisjen, energjinë, transformimin digjital, klimën e biznesit, pra nuk po e mbyllim me ndekun e konvergjencës me fjalime, me takime apo me atë çfarë kremtojmë me çeljen e kapitujve, por i mbyllim me reforma që janë jashtëmase të mërzitshme në letër, shumë të lodhshme në realitet, por absolutisht transformuese në realitet. 6. Infrastruktura, ndërtimi i arterieve të Europës në korridorin 8 Ballkanit Perëndimor, që është shtylla kurrizore që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, e cila është tashmë kritike edhe për sigurinë në Europë dhe është shndruar një korridor sigurie të NATO-s, e po përmirësohet. 344 milion euro në investim në Kuru, 112 milion euro në infrastrukturën rrugëve të reja, dhe nuk është thjesht një vijë në hartë, është natyrisht një kabull që lidhet me zinxhirin vleror të Europës. Pra kur Europa rivendos zinxhiret e furnizimit, Ballkani Perëndimor nuk duhet të jetë një spektator, duhet të jetë një destinacion, dhe këtë po bëjmë. 7. Horizonti i ri investimit i Europës, Ballkani Perëndimor, për dekada rajoni është trajtuar në rastin më të keq si një luftë për të marrë, apo në problem më të mirë, në scenarin më të mirë, një problem për të menaxhuar, në kohë që investues tashmë shohin diçka ndryshe. Një treg një forcë pune, gjeografi dhe harmonizim politik me Bashkimin Evropian. Investimet më të fundit i thonë gjithçka, 7 deklarata investimesh, 24 propozime për investime, 10 memorandume mirëkuptimi midis Bashkimit të kompanive europiane të Ballkanit Perëndimor, 4 partneritete të qëndrueshme, gjithashtu dhe konferenca të ndryshme. Çdo shifër ka pas një vend pune, një pagë, një familje, një shpresë. Kur vin investimet, migracioni ulet, kur ekonomitë rriten, sigurisht që kufit do të kenë rëndësi më pak. Kur mundësitë rriten në vend, Europa do të bëhet një destinacion bashkëpunimi, jo një rrugë ikjeje. Ballkani Perëndimor po ecën nga rreziku në mundësi.
Për vite të tëra jemi quajtur të paqëndrueshëm, paparashikueshëm, shumë të ndërlikuar, por faktet sot tregojnë të kundërtën, po vërtetojmë reforma dhe investime që Ballkani Perëndimor nuk janë pika e dobët e Europës për mundësia e Europës, një tregëri, një krah pune i kualifikuar, një vendodhje strategjike, një rajon që kërkon të rritet me Europën dhe jo në kurrizë të Europës. Ne po lëvizim nga skajet e hartës në qendër të historisë son europiane edhe përmes ekonomisë. Europa nuk është diçka të cilën po e presim. Europa është diçka që po e ndërtojmë. Çdo gjë e diskutuar sot çon tek një e vërtetë thjesht. Ballkani Perëndimor nuk po kërkon ndere, dhe kjo është diçka që mund të ndihet e mund të dëgjohet në çdo pohime deklarat të udhëheqësve përreth kryesës. Askush nuk po kërkon nder. Askush nuk po thret për të shpërblyer me ëmbëlsira. Gjithkush vjen me krenarin për të ofruar vlerë dhe për të ofruar mund e djerës. Falë Zotit, nuk duhet gjak. Ne nuk po lutemi për të hyrë në Bashkimin Evropian, nuk po kërkojmë lëmosh, po provojmë çdo ditë se jemi gjithmonë më gati. Ne nuk thjesht po flasim, po japim rezultate dhe më lini që ta them në mënyrë më të drejtë për drejtë. Sa i takon pjesës së konvergjencës. Në konvergjencën e Ballkanit Perëndimor, Europa bëhet më e fortë. Nëse Ballkani Perëndimor është stagnacion, atëherë Europa bëhet më e dobët. Nuk ka variant të një Europe më të fortë me një rajon të dobët ballkanik në mes të saj. Dua ta përmbyll duke ju thënë qytetarëve tanë. Nuk po ecim drejt Europës me duar të bosh. E as pak si ata që lypin lëmosh, po ecim me rezultate të arritura, me reforma të realizuara, me investime të siguruara e me detyrat tona të shtëpisë të plotësuara në çdo hap. Dhe ne do të vazhdojmë të ecim përpara derisa Ballkani Perëndimor të hyjë në Bashkimin Evropian jo si të ftuar, por si kontribues për sigurinë, ekonominë dhe të ardhmen e tij e padyshim si kontribues të sigurisë të tij. Sepse gjithë e dinë, e Marta e di edhe më mirë, që për sigurinë tuaj zgjidhni një ballkanës. Dhe kjo funksionon gjithmonë. Dhe për sigurinë e Europës zgjidhni ballkanasit. Ne mund të jemi truprojat e Europës. Dhe më pas Europa do të ndihet më e sigurt shumë më e qetë në gjumën e saj. Faleminderit shumë. Tashmë fjala është për ju, Marta, dhe ju lutem konfirmoni apo mohoni atë çfarë thash për Ballkanin.